Mëlçia është një nga organet më të rëndësishme të trupit të njeriut, por edhe një nga më të keqkuptuarat. Shumë njerëz mendojnë se mëlçia dëmtohet vetëm nga alkooli ose nga sëmundjet e rënda, por e vërteta është shumë ndryshe. Çdo ditë, pa e kuptuar, ne konsumojmë ushqime që e lodhin, e helmojnë dhe ngadalë shkatërrojnë mëlçin. Ky organ punon pa pushim për të filtruar gjakun, për të neutralizuar toksinat, për të ndihmuar tretjen dhe për të ruajtur ekuilibrin e trupit. Kur mëlçia dëmtohet, i gjithë organizmi fillon të vuaj, edhe pse shenjat nuk duken menjëherë. Sot do të flasim për 5 ushqimet më të rrezikshme për mëlçin, ushqime që shumë njerëz i konsumojnë çdo ditë, duke menduar se janë të padëmshme. Ushqimi i parë që dëmton rënd mëlçin është sheqeri i tepërt dhe produktet e mbushura me sheqer të fshehur. Kur dëgjojmë fjalën sheqer, shumica mendojnë për ëmbëlsirat, tortat apo karamelet, por sheqeri fshihet edhe në produkte që duken të shëndetshme, si koset me shije, lëngjet e frutave industriale, drithrat e mëngjesit dhe pijet energjike. Kur konsumojmë shumë sheqer, trupi e shndron atë në yndyrë dhe një pjesë e madhe e kësaj yndyre depozitohet në mëlçi. Me kalimin e kohës, kjo çon atë që quhet mëlçi e yndyrshme, një gjendje shumë e përhapur sot edhe tek të rinjt. Mëlçia e yndyrshme nuk jep gjithmonë dhimbje, por e dobëson funksionin e saj dhe mund të çojë në inflamacion, fibroz dhe madje edhe cirroz. Konsumi i përditshëm i pijeve të gazuara dhe lënçeve me sheqer është një nga arsyet kryesore pse sot ka kaq shumë probleme me mëlçin, edhe tek njerëz që nuk pinë alkool. Ushqimi i dytë që dëmton mëlçin janë ushqimet e skuqura dhe fast foodi. Patatet e skuqura, hamburgerët, byrekët industrial, nuggetcat, picat e ngrira dhe çdo ushqim i përgatitur me vajra të djegur janë një barë e rëndë për mëlçin. Këto ushqime përmbajnë yndyra të dëmshme trans, të cilat trupi nuk i përpunën dot si duhet. Kur këto yndyra hyjnë në organizëm, mëlçia detyrohet të punojë dy fish për t'i përpunuar, duke u lodhur dhe duke grumbulluar yndyrë të dëmshme. Konsumi i shpesht i fast foodit lidhet drejt për drejt me rritjen e enzimave të mëlçisë në analiza gjaku, një shenjë që tregon se mëlçia po dëmtohet. Shumë njerëz ndihen të lodhur, të rënduar dhe pa energji, pa e ditur se shkaku është ushqimi i përditshëm që po dëmton mëlçin në heshtje. Ushqimi i tretë që është shumë i rrezikshëm për mëlçin janë ushqimet ultra të përpunuara dhe të konservuara. Suxhukët, sallamet, proshutat industriale, ushqimet në kanaçe dhe produktet e gatshme përmbajnë sasi të mëdha krip, konservantësh dhe aditivësh kimik. Mëlçia është organi që duhet të neutralizojë këto substanca, por kur ekspozohet çdo ditë ndaj tyre, ajo fillon të humbas aftësinë e saj mbrojtëse. Konservantet artificial krijojnë stres oksidativ në qelizat e mëlçisë, duke i dëmtuar ato gradualisht. Me kalimin e viteve, ky dëmtim i vazhdueshëm mund të çojë në sëmundje kronike të mëlçisë. Shumë njerëz mendojnë se ushqimi i konservuar është praktik dhe i sigurt, por nëse konsumohet shpesh, ai është një nga armiqtë më të mëdhenj të mëlçisë. Ushqimi i katërt që duhet përmendur është alkooli, edhe kur konsumohet në sasi të vogla, por rregullisht. Edhe pse shumë e dinë që alkooli dëmton mëlçin, pak e kuptojnë se dëmi fillon shumë herët. Mëlçia e përpunon alkoolin si një toksin, dhe çdo gotë alkooli është një stres i drejtpërdrejt për të. Kur alkooli konsumohet shpesh, qelizat e mëlçisë inflamohen dhe fillojnë të shkatërohen. Fillimisht shfaqet mëlçia e yndyrshme alkoolike, më pas hepatiti alkoolik dhe në faza më të avancuara, ciroza. Ajo që është më e rrezikshme është fakti se dëmi shpesh ndodh pa simptoma të dukshme, derisa situata bëhet serioze. Edhe vera dhe bira, që shpesh konsiderohen më të lehta, kanë të njëjtin efekt nëse konsumohen rregullisht. Ushqimi i pestë që dëmton mëlçin janë karbohidratet e rafinuara, si buka e bardhë, makaronat e bardha, orizi i bardhë dhe produktet e miellit të përpunuar. Këto ushqime rrisin shpejt nivelin e sheqerit në gjak dhe detyrojnë mëlçin të prodhojë më shumë yndyrë. Me kalimin e kohës, kjo kontribon në zhvillimin e mëlçisë së yndyrshme dhe në çrregullime metabolike. Shumë njerëz i konsumojnë këto ushqime disa herë në ditë, pa e kuptuar se po krijojnë një cikël të vazhdueshëm dëmtimi për mëlçin. Zëvendësimi i tyre me drithra integrale është një hap i thjesht, por shumë i rëndësishëm për shëndetin e mëlçisë. Në fund, është e rëndësishme të kuptojmë se mëlçia ka një aftësi të jashtëzakonshme rigjenerimi, por vetëm nëse i japim mundësinë. Nëse vazhdojmë ta ngarkojmë çdo ditë me ushqime të dëmshme, ajo lodhet dhe sëmuret.
Ndryshimi i zakoneve ushqimore nuk është i lehtë, por është i domosdoshëm për një jetë të shëndetshme. Duke reduktuar sheqerin, fast foodin, ushqimet e përpunuara, alkoolin dhe karbohidratet e rafinuara, ne i japim mëlçisë një shans të rimkëmbet. Kujdesi për mëlçin është kujdes për gjithë trupin, sepse kur mëlçia është e shëndetshme, edhe ne ndihemi më energjik, më të pastër dhe më të fortë çdo ditë.